Lugina e Skurajt dhe Shkopetit në Kurbin përbën një nga destinacionet natyrore më tërheqëse dhe ende jo plotësisht e zhvilluar për turizmin shqiptar. Me ardhjen e pranverës, kjo zonë që shtrihet përgjatë rrjedhës së lumit madh, shndrohet në një hapësirë ideale për vizitorët që kërkojnë qetësi dhe natyrë të paprekur. Vitet e fundit, zona ka filluar të tërheqë gjithnjë e më shumë turistë, kryesisht të huaj, të cilët impresionohen nga bukuritë natyrore dhe peizazhet karakteristike të saj. Great! Woo! It's good. Përveç shëtitjeve në natyrë dhe vizitave pranë liçenit të Shkopetit, vizitorët kanë mundësi të shijojnë edhe gatimet tradicionale lokale, por pavarësisht përfshirjes së Skurajt dhe Shkopetit në programin qeveritar të 100 fshatrave, mungojnë investimet në infrastrukturë. Zev Gjeci, i cili punon me guida turistike, thotë se rruga e amortizuar, ura e prishur dhe ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike janë shqetësime që ndikojnë drejt për drejt në përvojën e vizitorëve dhe në zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit. Sa njerëz vinë kalojnë tonë në këtë zonë. Ato çuditën, ato magnetën, kur shohin se si ka mundësi, po çfarë mungon tonë këtë zonë. Rruga Skuraj, Burrel, është që shkon në verit, amortizuar, do të më thënë vërtetën. Ora e telit, një mrekulli e vërtet, si vinë njerëz nga krejt Dujani, nga krejt bota e shohin këtë orë, kalojnë hinë malet anej, edhe orën e kam rregulluar disa herë, po unë s'kam takat me ndresh ora. Turistat vinë, kalojnë me zor, unë rrehet herë më herë, u them keni kujdes, sa një dras, kalb, pa kalb. Që u shërbin atyre? Po, futen kalojnë anej malet, anej për shtëpia tona, kërkojnë shtëpia me nej. Po ku më ne, është vërtet, po ku më ne turisti atje? Si të rrej, nuk ka energji elektrike, mungon energjia. Edhe kështu, si duhet vedor shteti. Turista janë nga Australia, nga Amerika, nga Izraeli, Turqia, nga gjithë bota. Rëmend arabe, gjithë vinë këtu. Po kënaqen me gjithë me kënaqen. Po kënaqen, po duhet se këtu është një investim komplet i vogël. Nuk ka në investim marramenë si më. I gjanë vogël, po bëhet një punë shumë e madhe. Nëse problematikat adresohen me investime konkrete, Lugina e Skurajt dhe Shkopetit ka potencial të shndërrohet në një nga destinacionet më të rëndësishme të turizmit natyror në Shqipëri.